të ndonjë klubi që nuk i erdhi. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë dritan, ti gjithashtu në një komunikim privat që patëm së bashku, më the që ke pasur një komunikim me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Dukon dhe i ke kërkuar që të marrë ADM-in e Dortmundit si pjesë e Shqipërisë. Po, kur i iku në një ndeshje që ishte Silvinho atje dhe lute ADM-i Borussia Barcelona nëse nuk gaboj. Dhe i them me shaka, i them, po pse po të shkojmë atje? I them duke, se s'marrim ADM, pse? Po e ka nusën shqiptari, thësh. Po ADM-i i cili ka publikuar edhe një foto përpara ndeshjes mes. Dhe me shqiponjë. Po është më nacionalist se disa shqiptarë, megjithëse është shumë nacionaliste. Më tregojnë dhe çuna që janë në Dortmund, edhe kur do të përshëndesë që i flasin shqip, përshëndetje, shumë simpatik djalë, më thon. Më thon shumë simpatik djalë. Unë dhe ta mbyllim, shpresoj që presidenti dhe presidenti Duka se ka forcën, karakterin për të bërë ndryshime. Dhe unë shpresoj që presidenti Duka na japi akoma shpresën. Mos na lënë këtë me fshësinë, e pam dje. Na stresun. Shpresoj që presidenti të japi një goditje dhe të lëvizi pak të vej para përgjithësisë trajnerin duke e larguar, por dhe lojtarët. Se kombëtarja jon është super e paguar dhe në premje që ve federata jon. Mos harrojmë këtë gjë. Nuk i merr Italia ato premje që ve federata jon. Lojtarët janë të dashuruar mas bluzës. Do thënë, ky binom nuk duhet prishet, duhet vazhdojmë dhe të shpresojmë që të arrijmë. Nuk duhet prishet për hir të askujt dhe mua do të thotë dua të përmend këtë pjesën e ka parë dje ndeshjen e Doni Shqipëri në një kafene në Tiranë dhe kur erdhi i fundi ndeshjes, si ma i do deri në çfarë pikë ka arritur kombëtarja sa të gjithë po prisin që të bënte golin Letonia dhe do të festonin vetëm për tikur Silvinho një orë më parë. Do të shkonin ndeshja 2-1 sa 1-1. Unë i dashur, jo Silvinho tjetë, po dhe trajneri më i urryer nga mua, unë du që Shqipëria të fitoj. Unë zakonisht ndeshjet e kombëtarit shoh on stadium ose vetëm i mbyllur vetëm, se nuk vuaj shumë, jam shumë tifoz dhe për ne që jemi jashtë. Është më shumë se sa për ju që jeni atje. Se ju nuk keni atë opozitën. Ti flet me një që është i mërzitur si puna jote, ke të tretin që është i mërzitur, gjyshi jote është i mërzitur, baba jote është i mërzitur, jeni gjithë mërzit, si që jam unë i mërzitur. Është unë këtu, është orgolli, është krenari për mu që kombëtarët fitoj. Është më shumë. Dhe kur flas, dhe me ju kur flas, në 100% të intervistës që bëjmë, 90% unë jam tifoz kur flas këtu, 10% jam me i profesionisti që punoj në Serie A. Është pa mundur të jesh i ftohtë në një temë tillë të nxehtë. Nuk jam dot të i ftohtë me atë kombëtarin, por për diçka jam i bindur dhe hyn te kjo 10%. Largimi i menjëhershëm i Sinjor Silvinhos do të na japi atë entuziazmin dhe atë shpresën për të bërë atë mrekulli që ne shqiptarët gjithmonë e bëjmë.